Albin Kurti e do Kosovën më shumë se vetë, ai sakrifikon për Kosovën. Këta qerët e sakrifikon Shqipërinë për vete. Ja ta që dhe në intervistën e soshme, në gazetë e lezova, Rama i thot, Albin Kurti mosu, lene Sërbi. Lene të Sërbi shko Evropë. Pa Albini e le, pa Sërbia nuk e le. Nuk e le aja mi qatë. Tash, ajo ty dhe të lo, po ti su më loqë. Ti nuk më loqë ratë. Si ndodhën e, si ndodhën. Pra, shku të qatë. Ne që jemi jashtë Shqipërisë, me afërsia me Tiranin, për është një penges, ka një akull. Një akull, penges e akullit është që ne shqiptarët jashtë kufinit ta duam, ti besojmë Ramës. A e keni fjalë. Kurse në anën tjetër është një dashuri shumë e flakë për shqiptarët e Maqedonisë, duhet të them Kurti. Edhe kur rreth në Tetov, me vetë 15.000 njerëz erdhën u përshëndetën me Kurti. Kështu që është keq, është një grup që shka. Pata edhe një shkrim, po më duket se edhe Sela sot e tha se në këto zgjedhje Amerikanët i kanë ndihmuar Vleni. Duket se këtu ka një koalicion i Mickoskit me Kurtin, shkaku se të dy janë inxhinierët të maqinerisë, njëri si profesion janë moshatar, kanë njëjtin problem. Këta kanë problem me Bullgarinë, që është në BE, po ashtu edhe Kurti ka problem me Serbi. Kështu që duket se këta dy u ndihmon Amerika dhe mund të bëhet një federat apo një konfederat e Maqedonisë me Kosovë. Është apo mund bëhet. Shkaku se argumente tregojnë. Po flisim për bashkim të Maqedonisë me Kosovën? Jo, konfederat. Konfederat. Po si do bëhet? Po të dy shtetet, se konfederat duhet pajtim, dy qeveri, dy kryeministri, edhe bëhet një lloj, sikur se Britania e Madhe, që është shtet në viti, edhe konkurron futboll, konkurron krejt, po është konfederat. Kështu që mund të bëhet një argumentet, pse them, shkaku se Aleameti vepron kundër Amerikanëve. Pse? Në atë natën e parë të fushatës, në sallën sportive Boris Tajkovski në Shkup, i gjithë publiku, gjithë simpatizantët bërtitën grupi. Të më thonë, ti kur bërtasish grupi, ti e kundër Amerikës, se grupi lises Amerikanët. Ti shkon tash para një jave në Tiranë. Shkon në Tiranë aty për që këndi Kosovës nuk e shpallën si shtet genocidial Serbi në Kosovë. Plus Edi Rama, luan me Sarkozy, luan me këtë Macronin luan, bën shaka e ironizon Trumpin. E keni qartë. Kështu që duket të kështu. Njëna palë qytetarë është me BE, pala tjetër është me Amerikanët, jo me Serbi. S'kan këto të bënë me Serbi. Nuk kanë argument, ata kanë. Kanë Ballkani i hapur, kanë për kraje, Aleameti e për kran aty, japën edhe çmim Aleametit në Shqipëri, me Ramon. Kështu që Rama me Vučićin nuk e do Kosovën, e do Vučićin më shumë. Domethënë, nuk është mirë. Domethënë, këtu janë dy tabore. Njëri tabor është i dritës, i lirisë, i paqes,
i shqiptarëve i Albin Kurti, tabari tjetër është i Edi Ramës, i Vučićit, i Orbanit, i Aliametit e kështu me radhë. Profesor, unë të falenderoj shumë edhe me shpresën që nëse më jep di fjalën që në bisedën tjetër më të zgjeruar, sepse kjo është më shumë fokusit e zgjedhjet, të diskutojmë idenë që ju sapo mblat në fund të konfederatës, që ma thoni për herë të parë, pra do ta trajtojmë nëse ju keni mundësi në një tjetër bisedë, më gjerë edhe më gjatë. Jo, këtë e thash me qëllim që shkoni ku që do të pari, ku që do të pari, ku që ndjekën situatën. Prandaj nuk ka rasti që e thash, se kom, si pas mendimit tim, edhe jo timi, si pas lëvizjeve që bëhet këtu, lëvizjet e shqiptarëve, kështu ndodh, se Maqedonia mund të bashkëpunojë qeveria e Maqedonisë me Kosovën, konfederat, unë 7 viti, ti 7 viti, dhe ne bëjmë një konfederatë kështu. Të falenderoj shumë, profesor, edhe të uroj më të mira. Për me,